Pas më shumë se 5 vitesh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë hequr kufizimin e vizës kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Lajmi u konfirmua nga vetë Berisha, i cili hyri në sallën e kuvendit me zduar trokitjeve të deputetëve demokrat. Unë erdha, u krye, u shpreha i shkurt nga kuvendi. Ndërsa jashtë sallës, u tha gazetarëve se nuk bëi fjalë për një status non grata, po për heqjen e kufizimit të vizës nga SBA. Deri tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga ambasada amerikane lidhur me deklaratat e kreut të Partisë Demokratike. U ktheva. Zoti Berisha, mund të na konfirmoni me kë keni komunikuar? Të gjitha. I ka tani gjersa jam këtu, do thot kam patur komunikim zyrtar, se për ndryshe po. Me zonjën Banhorn, ju lutem? Nuk ka, për gjersa jam këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, unë u ktheva. Është non grata vetëm për ju apo për gjithë familjarët? Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Jeni sigurt. Ka qenë se kemi njoftim me Blinkenin, zoti Berisha. Prit, jo, prandaj dhe nëse don tani, unë po them. Më pas nga foltorja e kuvendit, Berisha reagoi edhe për protestën e qytetarëve, e cila sipas tij po merr për masa masive. Ai u bëri thirrje institucioneve që të dëgjojnë kërkesat e protestuesve, duke paralajmëruar se mosmarrja në konsideratë e tyre do të ishte një gabim me pasoja për historinë shqiptare. Ata janë qytetarë shqiptarë, janë parazgjithash të ri shqiptarë, të cilën protestën e tyre me një gjë janë 100% të sinqertë. Duan që ëndrrën ta vendosin në këtë vend. Duan që me ëndrrën e tyre të bëjnë Shqipërinë. Ndaj dhe mos merremi me asgjë tjetër, të merr me plotësimin e kërkesave të tyre. Kërkoj urgjentisht debat, mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agjendë të vetmën çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime, mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese.